një gëzim dhe kënaqësi e madhe në fakt të ndaj fjalën e Zotit me ju. Gjithashtu ju përcjell përshëndetje të prezente nga kisha ime në Kerama. Mirë, ne sapo kemi përfunduar letrën e Filipianëve dhe në fakt kisha dëshirë të ndaj me ju një pasazh, kështu që lutesha shumë që shkojmë Biblat tona te letra e Efesianëve në kapitullin 4. Letra e Filipianëve, pra jemi në Filipianët, jemi në kapitullin 4 të Filipianët, në vargjet 8 dhe 9. Okej. Le të lexojmë nga fjala e shenjtë e pagafushme për Edis. Fjala e Zotit thotë se fundi i vëllezër, të gjitha gjërat që janë të vërteta, të gjitha gjërat që janë të ndeshme, të gjitha gjërat që janë të drejta, të gjitha gjërat që janë të pastra, të gjitha gjërat që janë të dashura, të gjitha gjërat që janë të famë të mirë, të gjitha gjërat që kanë një virtyt dhe kanë një lëndim këtë mendoni. Ato që mësuat dhe morët dhe dëgjuat dhe patë mua, i bëni dhe Perëndia e paqes të jetë me ju. Amen. Para se shkojmë këto dy vargje, fakt vetëm po të shohim pak kontekstin më sipër në kapitullin 4, nga vargjet 1 deri në 7, para se shkojmë këto dy vargje, do shohim që apostulli Paul i nxit dëgjuesit e letrës para Filipianët, vëllezërit atje, i urdhëron, pra u jep ca urdhrime, gjithashtu edhe premtimet drejtuar Filipianëve. Po të shohim të vargu 1 që ai i fton besimtarët që ndrohen patundur në Zotin, duke qëndruar patundur, të jeni qëndrueshëm dhe në mendje dhe një zemër në vargjet 2 dhe 3. Dhe në vargjet 4 deri në 7, para se shkojmë te vargu 8, Pauli urdhëron që jeta atyre të jetë e karakterizuar ose e tregueshme nga gëzimi, nga pronësia dhe butësia, gjithashtu besimi dhe rinjoja, dhe paqja e Perëndisë do ruaj zemrat në mendjet e tyre. Pak po shkojmë te vargu 7 thotë dhe paqja e Perëndisë që të regalon te çdo zgjuarësie do të ruaj zemrat tuaja dhe mendjet tuaja në Krishtin Jezus. Pastaj apostulli Paul shkon në vargjet 8 dhe 9 dhe arrit në pikën kulmore të pasazhit. Dhe po ju thot atyre që për qenë të qëndrueshëm shpirtërisht dhe të patundur në Zotin dhe për të jetuar dhe për të përjetuar këtë gëzim të mendjes tonë, që thot apostulli më lart, duhet përqendrohemi te virtytet hyjnore. Mendja jonë, ose mendja juaj për natyre, duhet të jetë e fokusuar tek gjërat e Perëndisë. Duhet të jetë fokusuar tek gjërat e Perëndisë. Pauli po thotë, le të ndalet mendja juaj tek këto gjëra. Vargu 8. Këto gjëra. Sepse ecuria juaj shpirtërore është rezultat i mënyrës se si mendoni. Dhe çfarë mendoni? Është një rezultat i asaj se si mendoni dhe çfarë mendoni. Nuk mund të rritesh shpirtërisht nëse mendon në kundërshtim me fjalën e Zotit. Nuk mund të rritesh shpirtërisht nëse mendon në kundërshtim me fjalën e Zotit. Ndaj në pjesën e parë të këtij predikimi do flasim për mendjen e krishterë. Ose të menduar në mënyrë biblike. Nuk do flasim për teorinë fizike, nuk jam kështu doktor teori, por për mendjen të menduarit tonë, të medituarit tonë. Arsyeja që Perëndia na ka dhënë ditën është të mendojmë si ai. Të kemi një mendje në të. Mendje e Krishtit. Parte kapitulli 2 i Filipianëve, vargu 5 thotë: kini në veten tuaj po atë mendje që ishte edhe në Zotin Jezu Krisht. Apostulli na thirrë që të kemi po atë mendje që ishte në Krishtin, të kemi mendjen e Krishtit.
Një Korintasve 2:16 thotë, sepse kush e ka njohur mendjen e Zotit që mund ta mësojë atë? Por ne kemi mendjen e Krishtit. Ne kemi mendjen e Krishtit. Dhe një pyetje që kemi për sot, për njëri tjetrin, për ne, që mund dalë nga pasazhi është: a je shqetësuar ndonjëherë për mendjen tuaj? A je ulur ndonjëherë në shtëpi, punë, në ditë ku? Dhe a je shqetësuar për mendjen tuaj? Çfarë mendon? Si janë mendimet tuaja? Çfarë po fut brenda mendjes tande? Çfarë po lexon? Çfarë po shef? Çfarë po dëgjon? Pikpamjet tuaja? Çfarë do të mendja juaj? Po cilat janë pikpamjet tuaja? A janë ato në dritën e shpirtit? Dhe a je shqetësuar ndonjëherë realisht për mendjen tuaj? A je shqetësuar ndonjëherë për këtë gjë? A je ndalur dhe ke vendosur ndonjëherë në dritën e shpirtit mendimet tuaja? Pak, ne shpesh e themi në kishën tonë, duke t'i thuhet këtu, ne jemi produkt i të menduarit tonë. Ne jemi produkt i të menduarit tonë. Fjali Urta 23:7 thotë, siç mendon një njeri në zemrën e tij, ashtu është ai. Ashtu siç mendon një njeri në zemrën e tij, ashtu është ai. Tani, vëllezër dhe motra, ajo që është e rrezikshme në kulturën tonë, se të menduarit nuk është aq e rëndësishme. Kultura jonë mëson që të menduarit nuk është aq e rëndësishme. Ne nuk jemi të shqetësuar përgjithësi kulturën tonë për të menduarit, sa jemi për dy gjëra të tjera në fakt, gabimisht në kundërshtim me shkrimin, për emocionet dhe për pragmatizmin. Kur ulesh me njerëz i përgjithësi në kulturën tonë, ndoshta edhe me ne njëri tjetrin, nuk janë shqetësuar çfarë mendojnë. Dhe mendimet e tyre janë mbi dritën e shkrimit, po janë shqetësuar për emocionet e tyre dhe për pragmatizmin. Në fjalë tjera, njerëzit sot janë shqetësuar për ndjenjat e tyre dhe për suksesin. Ata pak thjesht bajnë pyetje dhe duan të dinë, a funksionon me vërtet kjo gjë që po mendoj? Çfarë, se mos pyetja më e madhe që do të është, çfarë fitojmë nga kjo gjë? Dhe si do të bëjmë të ndihem? Pyetja tjetër që do shpesh është, si më bën të ndihem kjo gjë? Çfarë fitojmë nga kjo gjë? Si ndihem unë këtë gjë? Ka një pyetje personale në fakt, që njerëzit në kulturën tonë bajnë pyetje vetes. Dhe nuk bajnë pyetjen e vërtetë që Bibla më mëson. A është e vërtetë kjo gjë? A është e drejtë kjo gjë? A është e mirë kjo gjë? Sepse jemi një lloj kulture ndjenjash dhe pragmatiste. Çfarë përfitojmë? Pa kemi një shembull të Biblën të disa burrave që nuk mendonin si kultura sot. Dhe po shkojmë bashkë të Veprat e Apostujve, është një rast specifik i veçantë që ndodh në Bibël, të Veprat e Apostujve kapitulli 17, vargjet 11 dhe 12 thotë. Këta pra për Bereasit, ishin me fisnik si ata në Tesaloniki dhe e pranuan fjalën me gatishmëri të madhe, duke shkruar çdo ditë shkrimet, nëse të gjëra ishin ashtu.
Shumë veta pra nga ata besuar si nga gratë fisnike, ashtu dhe gabuar aty pak. Ky shembull në Biblën fakt për Eliasit ishin fisnik, sepse ta i jetuan shkrimen në fjalën e Zotit. Jo për të parë se këto gjëra që bëjnë, ose se fjala e Zotit thotë të bëjnë të ndihesh mirë. Nuk thotë kështu. Ose çfarë përfitojnë ne nga kjo gjë? Çfarë marrën nga kjo gjë? Jo. Po për të parë se këto gjëra ishin të drejta, ishin të vërtetë. Dhe jo për të parë nëse këto gjëra nuk do t'i ofendojnë ata. A ofendojnë unë nga kjo? Ja, s'kam punë. Po për të parë nëse këto gjëra ishin të vërteta. Të shumë do nga ata pësua, burra dhe gra. Dhe se dhe motën e perspektive biblike të vërë të qartë se e rëndësishme, dhe sa e rëndësishme është të menduarit për gjë në duhur, për virtytet hyjnore. Kjo është pija që vend pari në të park. Është e rëndësishme që ne të mendojmë për virtytet, për gjërat hyjnore. Po çfarë na thot Bibla për menduarit tonë? Çfarë na thot Bibla për mendin tonë? Pak kësisë gjëra tjetër edhe mendja jonë shprekur rënd nga mëkati. Shprekur rënd nga mëkati. Mendja jonë natyrore, përpara se të shpëtohesh, është e shtuar totalisht. E degraduar, e lig, e keqe. Është e degraduar komplet. Ajo është e vepër. Pak Romanë 1:28 na thotë që ajo është e shtuar komplet. Shtuar komplet. Ajo është e vepër, 2 Korinthës 4:4. Ajo është e vepër. Se treti një kotësi e padobishme. Pa dije. Dhe te Efesianët fakt, te Efesianët, kapitulli 4, vargu 17-18 thotë. Këtë pra them dhe të shmojnë në Zotin, të mos ecni më si po ecnin ende paganët e tjerë, në kotësinë e mendjes së tyre. Në kotësinë e mendjes së tyre, të errësuar në mendje, të larguar nga jeta e Perëndisë për shkak të padijes që është e ta, dhe në ngurtësimin e zemrës së tyre. Mos ecni si paganët, në kotësinë e mendjes së tyre. Po përpara shpëtimit, ato kishin mendja jonë ishte e kotë, të errësuar në mendje. Të errësuar në mendje. Te Jona pak të thapë, e nëse ju e keni studiuar letën e Jonës, në kapitullin 4, vargu 19, Perëndia thotë për popullin e Nives, nuk din të dallojnë të djatën e tyre nga majtë e tyre. Pra është një popull e rënuar moralisht. Një ende të erë që nuk dallojnë do të majtën nga djatën e tyre. Mendja jonë, përpara që shpëtojmë, ishte pa aftë për të menduar gjërat përmore. Ishte pa aftë për të menduar këto virtyte të Perëndisë në zemrën tonë. Po gjithashtu vëzë moda largë mirë që unë cili ka të vërtuar në zemrën tonë dhe në mendjen tonë. Pari nga thoshtë tashma kemi një mendje të re, ashtu që kemi një zemër të re, kemi një mendje të re. Mendja jonë është transformuar me anë të fuqisë së frymës së shenjtë. Dhe e çfarë shkruan thotë Romanë kapitulli 8, vargu 59. Sepse ata që jetojnë sipas mishit e çojnë mendjen në gjërat e mishit, por ata që jetojnë sipas frymës në gjërat e frymës. Sepse mendja e mishit është vdekje, por mendja e frymës është jetë e paqe. Sepse mendja e mishit është armiqësinë e Perëndisë, sepse nuk i nështrojnë njëtin dhe as nuk mundet. Prandaj ata që janë mish nuk mund t'i pëlqejnë Perëndisë. Nëse fryma e Perëndisë banon në ju jeni
ju nuk jeni më në mish, por në frymë, por në qoftë se nuk kush nuk ka frymë e Krishtit, nuk ka është i tij. Dhe se mola të shmanemi nuk kemi ma vetëm në mendin e mishit, por ne kemi në mendin të re, sepse kemi marrë manë të qisë Perëndis, frymën e shenjtë. Njerëzit mishror kanë një mendësi të misht. Ata mendojnë për gjëra mishore. Jetojnë sipas mishit. Dhe është armiqësi me Perëndin, thotë fjala e Zotit. Kur ne kishim një mendje të misht, ne mendojmë si mishi, dhe është armiqësi me Perëndin. Nuk i nështrohet tishit Perëndis, jo vetëm që nuk i nështrohet, pas nuk mundet i nështrohet. Por ata që jetojnë sipas frymës, e çojnë mendjen te gjërat e frymës. Kjo është një mendje e rrëtërirë nga fryma e shenjtë. Është një mendje e re. Bibla na thotë që ne kemi një mendje të re të rrëtërirë me anë të fuqisë së Perëndis. Kjo fjalë do të thotë në mënyrë praktike krejtësisht një mendim në një mënyrë të menduar të re për ne. Ne jemi rinjt dhe tashmë Perëndia na ka rinjtë me dalë një mënyrë krejtësisht të re të menduarit. Jo si përpara, që një cila ishte armiqësi me Perëndin, por një mendësi e re. Ajo nuk mendon më në nivelin mishror, por në nivelin shpirtëror. Ne kemi marrë frymën e Perëndisë që banon brenda nesh. Prandaj kemi një urim e Perëndis. Kemi mendjen e Krishtit që na është dhënë nga Shpirti i Shenjtë. Na është dhënë nga Shpirti i Shenjtë. Leza dhe motra jeta krishtere duhet karakterizohet nga një mendje e re, të menduarit e gjërave të perëndishme, të virtyteve hyjnore. Kjo është një jetë krishtere, e karakterizuar që ne të mendojmë këto gjëra të Perëndisë, të virtyte hyjnore. Gjithashtu ne e dimë se edhe kjo mendje e re ndohet. Prandaj Paulli thotë te Romakët 12:1-2, mos u konformoni me këtë botë, por transformohuni me anë të kujtërisë së mendjes tuaj, që të pranoni cili është i mirë, i pëlqyer dhe i përsosur i vullnetit të Perëndisë. Faktu apostullit me të besimtarëve. Mos u konformoni me botën, mos mendoni si bota, mos shkoni pas botës, por transformohuni me anë të kujtërisë së mendjes tuaj, që ta njihni vullnetin e mirë të Perëndisë. Ne kemi nevojë vazhdimisht për kujtërinë e mendjes tonë. Këtë po thot Paulli këtë vargje. Përtërini mendjet tuaja, ruani mendjet tuaja, pastroni mendjet tuaja nga gjërat e papastra, e pavërteta dhe të padrejta. Prandaj thotë në vargun 8, së fundi vëllezër, pas gjithë këtyre mësimeve që kemi marrë, më sipër së fundi o vëllezër, mendoni gjitha këto gjëra që janë të vërteta. Ku gjetet e vërteta? Çfarë do të mendojmë? Te fjala e Perëndisë. Ajo është e vërteta. Gjoni 17:17 thotë kur Jezusi lutet për dishenjën e tij thotë, Jezusi thotë, "Shëjtore ata o Zot të vërtetën tënde. Fjala jote është e vërteta." Duhet të dëgjojë gjëra që janë vërteta. Ku gjetet vërtetën? Te fjala e Perëndisë. Lexo fjalën. Studio fjalën. Mendo mbi të vërtetën e saj. Fjala e Zotit është burimi i çdo vërtete. Mendo në mënyrë biblike. Mendo si Krishti. Të gjitha gjërat e ndershme do të thotë çdo gjë që është e nderuar, e denjë për respekt, është dignitoze, është e lartë, është e lavdishme. Është dignitoze, është e lartë, është e lavdishme. Këto janë gjërat e ndershme.
Gjitha gjërat e drejta. Çdo gjë që është në drejtësi, çdo gjë që është në harmoni me standardin e të përsosur të Perëndis. Por çdo gjë që është e shenjtë. Do të mendoj për çdo gjë që është e shenjtë. Çdo gjë që është e pastër. Hognas do të thotë moralisht e pastër, e panjohur. Hognas në do të thotë moralisht e pastër, e panjohur. Të gjëra do të mendoj. Çdo gjë që është e dashur. Kur thotë çdo gjë që është e dashur, do të thotë çdo gjë që është e hirshme, e butë, bujare, e duruar, sakrifikuese, e këndshme. Të gjërat e dashura. Këto gjëra duhet të mendojmë. Mendja jote do të jetë këtu. Çdo gjë me fam të mirë ose me reputacion të mirë. E me duar mirë. Çdo gjë që vlerësohet shumë. E virtyshme ose ngre lart. Pa jep një respekt dhe një dignitet, ngre lart. Këto gjëra duhet të mendojmë. Apostoli ata të lirë të mbrojnë ndjenjat tona, dhe të mbrojnë mendjet tona, dhe të shmangim ato gjëra që ndikojnë negativisht në rritjen tonë shpirtërore. Pra, apostoli po thotë, çdo gjë që është në kundërshtim me këto gjëra, mos i mendoni. Për të mbrojtur mendjen tonë. Të kemi këtë mendje, të mendojmë këto gjëra. Pak dhe dhe motra, po të marrim me qëllimin e letrës, në fakt, të vete, kur e kemi studiuar është që pak kristologjia është tema kryesore e Filipianëve. Dhe qëllimi është që efesianët të gjenin gëzimin e Krishtit. Pra, qëllimi i parë është që tema kryesore është Krishti gëzimi i tyre. Krishti ishte gëzimi i tyre. Kultivimi i paqes, i gëzimit, i përulësisë, i besimit, kur reagojnë ndaj problemeve me lutje falëndëruese, mirënjohje, rrjedh ose vjen nga përshëndrimi i virtyteve hyjnore. Kur ne përshëndrohemi këto virtyte hyjnore. Këto virtyte hyjnore, vëllezër e motra, fillojnë të modelojnë jetën tuaj dhe mendjen tuaj. Ato virtyte e modelojnë, e formojnë jetën tuaj dhe mendjen tuaj. Dhe këto rrjedhin nga karakteri dhe fjala e Perëndis. Pastaj në vargu 9, pjesën e dytë të shohim diç shembull. Apostulli Paul thotë, ato që mësuat dhe morët, dhe dëgjuat, dhe pat dhe mua, dhe Paul apostulli i bëni dhe Perëndia e paqes do të jetë për ju. Në tjera këtu është diç shembull. Paul më thotë, shikoni, nëse dojnë një shembull të gjithë këtyre gjërave që ju thash më lart, shikoni mua. Gjëra që kanë thënë më sipër dhe ju kam ardhur urdhëruar të bëni, pa që këto gjëra që kanë thënë më sipër dhe kam urdhëruar të bëni, nuk janë një karakteri abstrakt. Tjerë gjatë gjëra që nuk e di çfarë do thotë. Një karakteri abstrakt teorik. Tjerë gjatë gjëra që me i thotë Pali se di çfarë janë. Unë jam thotë Pali, shembulli i tyre. A do ne të dini çfarë do thotë një mendje krishter? Që i mendon të gjëra? Unë jam thotë Pali, shembulli i tyre. Krishti është shembulli i tyre. Andaj të Pali në një të thotë, ju imitoni mua, ashtu që ju imitoj Krishtin. Unë jam shembulli i tyre, Krishti është shembulli i
Dhe këshillave që apostulli ju ka thënë për këto gjëra, i bëni. Gjithë doktrinën e shëndosh, i veni në veprim, i zbatoni. Këto gjëra, thot apostulli, jo vetëm që i dëgjuat dhe mësuat nga unë, të vërteta, të doktrina, por edhe të pat në mua. I pat duke i bërë në mua. Kështu që veproni edhe ju si unë. Veproni edhe ju si Krishti. Vëllezër dhe motra, doktrina dhe jeta e Paulit ishte e pandashme. Pra ajo çfarë mendonte Pauli, ajo çfarë besonte Pauli, dhe jeta e tij ishte e pandashme, ishte e përputhje me njëra tjetrën. Ata që dëgjuan për ti, janë ata që gjëra që ato pan tek ai. Ai thotë që edhe doktrina e tij, edhe jeta e tij të imitoshin për ty. Vargu 17 të Filipianët thotë: Vëllezër, valin bashkëfituesit e mi dhe vërejnë ata që ecin kështu, si pas shembullit që keni me ne. Vëllezër dhe motra, dhe ne sot gjëra që kemi marrë, dëgjuar, mësuar nga fjala e Zotit, duhet t'i bëjmë. Ato gjëra që kemi marrë, mësuar dhe dëgjuar nga fjala e Zotit, duhet t'i bëjmë, t'i praktikojmë, t'i bëjmë në zbatim. T'i bëjmë zbatim të vërteta që mësojmë. Dhe aty në fund të këtij vargu ka një prendim. Dhe prendimi thotë prendia i paqes do të jetë në ne, do të jetë në ju. Prendia i paqes do të jetë në ju. Jo vetëm që të keni paqen e prendis, por edhe prendia i paqes do të jetë në ju. Kur mendojmë të gjëra, kemi këtë vendin e Krishtit. Jo vetëm që të kemi paqen e prendis, por edhe prendia i paqes do të jetë në ju. Për ta mbyllur vëllezër dhe motra, për të gjithë ata që akoma s'kan bërë paqe me Perëndin, një është ndërmjet Perëndis dhe njeriut. Krishti, ai deri gjakun e tij, theu trupin e tij, që të marrë dënimin tonë. Prandaj fjala e Zotit do të pendoni sot për mëkatin tënd. Dhe besoni Krishtin Jezus, dhe të të marrësh faljen e mëkateve dhe jetën e përjetshme. Gjithë ata që akoma s'kan marrë paqen me Perëndin. Për ju që keni bërë paqen me Perëndin, nëpërmjet Krishtit, Zotit dhe Shpëtimtarit tonë, mendoni për këto gjëra dhe paqja e Perëndis do të ruajë zemrat